Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do ta nisim fillimisht me zhvillimet politike në vendin tonë, ku në një moment kur përplasja mes pushtetit politik dhe drejtësisë së re duket më e fortë, kur rasti i Belinda Ballukut po kthehet tashmë në një provë historike për standardin e qeverisjes në Shqipëri. Dorëheqja është ofruar, por është refuzuar sipas kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe një draft ligjor që kufizon këtu dhe kompetencat e gjykatave dhe një hetim që vendos sigurisht përballë ministra në detyrë dhe SPAK-un. Kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi gjitha këto zhvillime zotin Skënder Dika, cilën e përshëndes. Zoti Dika, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje ju dhe gjithë teleshikuesve tuaj. Mirë, zoti Dika, do ta nisim me deklarimet publike ku thuhet se Belinda Balluku ka dorëzuar tek kryeministri Rama 3 herë dorëheqjen, por ai nuk e ka pranuar. Mendoni se ishte refuzimi i dorëheqjes një akt mbështetje politike nga ana e kryeministrit Rama, apo ndoshta një mesazh për drejtësinë që qeveria nuk tërhiqet pavarësisht presionit që po i bëhet sa i përket rastit të Ballukut? Tani, me thënë drejtën, çdo deklaratë që bën Rama ka i problem, është e pabesueshme. Sepse koha ka vërtetuar gjithmonë të kundër natyrës që Rama ka thënë. Edhe kjo që ka bërë 3 herë dorëheqje është e pabesueshme, po sikur të jetë e besueshme, përsëri nuk rregullon asgjë nga morali i majorancës. Sepse në fundit, në mënyrë individuale mund të kemi qëndrime ndryshme, por një forcë politike vehet përballë përgjegjësisë dhe vlerësohet me qëndrimin që man forca. Kështu që aktualisht Partia Socialiste ne e shohim të bërë palë me korrupsionin, palë me krimin, nuk ngrihet dot mbi interesat e ngushta të veta dhe ka bërë një blok që ngjan pak edhe me grushtin e shtetit, ka bërë një blok kundra drejtësisë këtij vendi, që i gjithë populli, gjithë qytetarët kanë sytë kjo drejtësi, dhe shohin që po pengohet në mënyrë të dukshme nga majoranca. E qartë, por nga ana tjetër, zoti Dika, mendoni se i gjithë kjo që ka bërë kryeministri Rama dhe kjo deklaratë e kryeministrit Shqipërisë është një mbrojtje politike sa i përket Ballukut? Kjo s'ka nevojë fare për përgjigjen time, kjo është një mbrojtje që e kupton dhe i fëmijë, e kupton dhe një vjetër që shtëpia. Po mos ishte mbrojtje, ligji ka 30 vjet që funksionon shumë bukur. Ai thot ka vakum. Ku e pa vakumin ai? Unë kam qenë vetë deputet kur janë bërë paketet e dispozitave kushtetuese, kanë më vonë u kthy në ligje, është shumë e thjeshtë ta kuptojë çdo qytetar. Këtu gjykata nuk ka thënë du mi hek imunitetin, tu ta pezullojmë nga detyra. Imuniteti është gjë tjetër. Pezullimin e detyrë gjykata nuk i ka thënë se nuk më pëlqen mua. Është person që ka durrët në krim, në korrupsion dhe do të vazhdojë hetimet. Këto nuk e lejnë me bëjë hetimet, është shumë e thjeshtë. S'ka asnjë punë me vakumin ligjor këtu. E qartë. Nga ana tjetër, me firmën e kryeministrit shqiptar Edi Rama, Ulsi Manjës dhe Tauland Ballës, majoranca dorëzoi në kuvende draftin për ndryshimet e neni 242 të kodit të procedurës penale, i cili po diskutohet gjithashtu edhe ditën e sotme. Dhe qëllimi, zoti Dika, është që gjykata të mos kenë më të drejtë të pezullojnë nga detyra presidentin, kryeministrin, ministrat dhe postet të tjera kushtetuese, por këtu përveç atyre që tashmë përjashtohen, pra deputet dhe kryebashkiak. Mendoni se do të kishte ardhur kjo nisëm e re nga vetë kryeministri Rama nëse rasti i Ballukut nuk do të ekzistonte? Shiko, po ta kishte bërë Rama këtë veprim në rasti kur po dënohesh kryetari i opozitës, do të kishte qenë plotësisht i besueshëm. Po kur e bën për veten e vet, unë jam sportdashës dhe po të flas në gjuhën e sportit, kjo quhet autogol. Me këtë që bëri Rama, riaktivizoi kundërshtimin e gjithë faktorit ndërkombëtar. Në rast se ju keni vënë re, mrena ditës sa po diskutu kjo punë, gazeta më e madhe Reuters bëri një artikull. Të gjithë ndërkombëtarët kanë filluar të vizitojnë Shqipërinë, janë pozicionuar probë vertikal kundër kësaj gjëje. Kjo është qesharake fare. Bile unë në formë batute me lejoni ta them në çdo aul, në çdo sallë të gjykatave në vendet domëretike shkruhet një citat shumë i thjeshtë. Ligji është i barabartë për të gjithë.
Sot dhe mrapa, në sallët e gjykatës Shqipëri duhet në shoj citatin Rama. Duhet të shkruaj, ligji është i barabartë për gjithë përveç kryeministit dhe atyre që zgjedh ai. Qartë. Duhet të shoj citat i drejtësisë sot në Shqipëri. E qartë. Zoti Dika, nga ana tjetër mendoni se çdo vendim në këtë rast do të krijojë dhe standarde për ministrat të tjerë, pra sa i përket vendimit që unë sapo thash? Unë jam i bindur që ky ligj nuk të dali, edhe pse ato kanë kartona, jo çdo gjë bëhet me kartona, se kartoni shivi emrin karton është. Kartoni më i madh është morali, është e vërteta, është produkti, është sa do jetë i kuptueshëm nga vetë shqiptarët dhe nga faktorët ndërkombëtar. Nuk do t'ja dalë Rama. Do dështojë në këtë nismë. Nuk do t'ja dalë. Mendoni se po vendoset tashmë një precedent i rrezikshëm që ministrat nuk dorëhiqen më përballë timeve? Nuk diskutohet që është një precedent i rrezikshëm, por jam i bindur, pastaj jeni edhe përpara një proteste të madhe mbar popullore, jo thjesht partijake. Do të marrë lëkundin e duhur regjimi, nuk do t'ja dali. Këto i kanë ditët me numrim. Maksimumi numrohet me javë apo me muaj. Këto nuk e kapin gjallë në botë mandat, fundin e mandatit. Kështu si ka nisë. Mendoni se zhullumin vetës vetë për ditë, po ja traqë. Mendoni se Dika se deputetët tashmë pasi kërkesa për heqjen e imunitetit e vendos çështjen në dorën e kuvendit të Shqipërisë. Mendoni se deputetët do të votojnë vetëm mbi bazën e ligjit apo ndoshta do të ketë edhe kalkulime politike? Problemi është se parlamenti nuk është me deputet, po është me parti. Ato veprojnë si bashkimet personale në nënvijen e partisë, po i dha urdhën Rama. Aty janë 83 kartona që asnjës menon me menën e vetë, gjithë menojnë me urdhër. Unë shpresoj pak e logjika aty në karton. Asnjës ka logjika atje që dali një burr siç e do, historia thot, "Orë zotëri, ti je kryetar partie, këtu e ke gabim." Nuk del asnjë. Ky fakt i anulon, i bën zero. Kështu që nuk janë 83 kartona, është një Rama e basta. Nuk ka gjë tjetër. E qartë, por një ministër në detyrë zoti Dika ka ndikim sigurisht institucional, por edhe politik nga ana tjetër. Si mendoni se do të garantohet që hetimi ndaj Belinda Ballukut të mos ndikohet nga i gjithë pozicioni i saj aktual? Belinda Balluku, unë kam mendimin dhe përsa i njoh politikën, do të hiqet mandati, i lejohet drejtësisë të bëjë atë që duhet bëjë. Edi Rama ka po gati edhe zgjidhjet, ka po gati edhe emrat, sikur do të zëvendësoj. Por të gjitha tentativa me rezistu deri ku të shkonte. E shefje, murit me kokë nuk i bjet. Qartë. Ndërkaq, zoti Dika, edhe pa një vendim gjykate, politika shpesh kërkon edhe standarde më të larta etike. Mendoni se duhet një ministër, ndoshta edhe zonja Balluku, të jap dorëshem për arsye etike dhe para një vendimi gjyqësor? Populli ka fjalë bukur, e kanë horë turpi me bukë. Këto standardet i kanë vrarë ditën që kanë ardhur në pushtet. Folish për standarde ke këto, çfarë them unë ty? Është si të kërkosh virgjëri në burdello. Nuk kanë standarde këto. Këto standardin, këto kanë kriterë. Në Partinë Socialiste promovohesh, po të kesh dhënë provë që di me vjedh. E kanë standard, e kanë sistem. Nuk kanë standard ato, mos. Shikot mu lodhë me kërku standard mërën majorancës politike sot në Shqipëri. Po në Partinë Demokratike, zoti Dika, si funksionon sa i përket etikës? Shiko, unë nuk jem nga ato që e shoh bardhëzi. Unë do të qafyrit të quaj veten militant. Unë jam mbështetës, jam formues i Partisë Demokratike, e mbështes vazhdimisht, jam i politikëve të djatha, por kur ka gabime, unë i them. Atë që ja kërkoj miqve të mi të maj që nuk e bojnë në radhë e lindjes, unë në radhë demokratëve e kam bë. Unë kam shpreh qëndrime kritike publikisht për Partinë Demokratike. Nuk kam probleme. E qartë, si do të organizohet kjo protestë e thirrur tashmë nga Partia Demokratike zoti Dika dhe cilat janë objektivat? Objektivet, e thash edhe në fillim, është shkundja e sistemit, është tërheqja e vëmendjes të opinionit ndërkombëtar. Bile këtu gjej rastin disa keqadashës që relativizojnë situatën, ç'a boni protesta, e shkarkoi Ramën, këto janë ta shohësh me naivitet po shnjor çështjen,
asnjë vend botës kur bëhet një protest, nuk është se shhyn zyrë edhe kapet drejtuesi politik dhe hiqet. Nuk ndodh as në Paris, as në Greqi, kur digjet plaka dhina, nuk ndodh as me vend. As në Shqipëri s'ka si ndodh. Kjo është keqadashje kur bëjnë këto lloj pyetjesh. Edhe keqadashjet nuk meriton as përgjigje. Por qëllimet edhe protesta sapo ishte me datën 10, i arriti qëllimit. Shumë media të mëdha ndërkombëtare sensibilizuar në opinionin ndërkombëtar, po kur themi opinionin ndërkombëtar, në atë opinion ushqehen edhe politikanët e atyre shoqërive, dhe to ndryshuan qëndrim. Të fiqe për në Krushtet, 6 muaj para ishte çmenduri. Sot nuk është më çmenduri, sepse një pjesë e madhe e shtetet europiane ka ndryshuar qëndrim në raport me mbështetjen e qeverisë shqiptare. Kjo është merit e protestave, duhet të njohim. E qartë. Mendoni zoti Dika se protesta e organizuar pra ajo që sapo ndodhi ishte brenda të gjitha standardeve, pasi është thënë se janë përdorur të mitur, janë përdorur fëmijët në vijën e parë të protestës dhe aty ku ka përshkallëzuar edhe dhuna? Shiko, po ta krahasojmë me protesta analoge që ka bë vetë majoranca që i kritikon, kjo protest ka qenë shumë e butë. Po edhe në vendet më demokratike të Evropës, protestat janë protesta. Po su shpreh një lloj zemërimi me djegjen një kalzoni plastik, me atëherë çfarë protesta? Dhe këto mendojnë proteste me karafilat bardh, me trëndafila edhe me shishe parfumi, po nuk janë protestat dhe shumë. E qartë. Mendoni se i gjithë rasti dhe këto zhvillime të fundit që kanë ndodhur tashmë në vendin ton mund të përdoren si provë e kapjes së shtetit? Unë mendoj që kapja e shtetit Shqipëni nuk ka nevojë për prova të reja. Prova më të mëdha që një kryeministër emëron presidentin pa asnjë lloj kolegjialiteti, siç e ka emëruar Edi Rama 2 herë rresht presidentët, që të shesi ishujt, të shesi copa bregdetje, të bëjë marrëveshje, të japi koncesione territoriale për qendër refugjatësh, pa asnjë lloj diskutimi social. Në Shqipëri kanë harruar shihen, çdo thotë që edhe populli të jetë pjesë e vendimarrjes për interesat e tij. Edi Rama kujton se është pronar i popullit shqiptar. Nga mënyra se si sillet, se si i trajton shqiptarët, ai si pronar. Në fakt, politikanët nuk janë pronar, po janë zgjedhur aty për të shërbyer qytetarëve. Përndryshe, vendimet me sensibilitet me rëndësi për fatin e qytetarëve merren dhe me referendume. Shqipni, shumë analist ja kanë harruar shihen fjalës referendum, nuk dinë ta përkthejnë shqip për vagi. Në kohën e qeverisë Partisë Demokratike u bë një referendum dhe humi. Sali Berisha atëherë dhe i njofti dhe respektoi. To janë prova që mu më japin nder të pranoj që jam mbështetës i Partisë Demokratike. Po ku ka gabime, natyrisht duhet them, se po si ja thesh unë, kush do e thotë. Zoti Dika, për të rikthyer sërish tek protesta, mendoni se protestat e organizuara tashmë nga Partia Demokratike janë vetëm për qytetarët dhe për të vendosur drejtësinë tashmë në vend të quajt, apo ndoshta për mbijetesën politike të opozitës duke parë edhe zhvillimet e fundit? Çdo opozitë në botë, kur bëhet rotacioni politik, është aty që një ditë do mori pushtetin. Po thënë nuk jam për këtë, nuk është i sinqert dhe nuk thotë vërtetën. Por që u protesta, u boga për t'i dhënë karrige opozitës dhe për të hequr që kanë karrigen, kjo nuk është e drejtë. Në programin elektoral që pati Partia Demokratike, pjesë e cilës u bërë edhe unë si kandidat, ishte i shkëlqyeshëm. Vendet dorë tek pensionet, vendet dorë tek çmimet e karburantit, vendet dorë ke minimumi jetik, vendet dorë ke politikat afatgjate për rikthimin e gjakderdhës sociale që Shqipërisë i kanë ikë 1 milion bi dhe bia. Kjo është një gjë shumë e dhimbshme. Me këtë ritëm Shqipëria pas 20 vjetësh do të jetë një fatkeqësi e madhe. Do të shohim më shumë bangladeshësh se shqiptarë në Shqipëri pas 20 vjetësh. Por nuk gënon për këtë punë. Unë nuk pretendoj për karrige, s'kam as si pikë dëshirë të jap karrigën as njërit as tjetrit. Por ama jemi bindur duke heqë nga qeverisja këtë bandë të papërgjeshme që e kanë menën vetëm të pasurojnë dhe të vjedhin, çdo lloj qeverie që do vi
do jetë më mirë se këto. Pastaj, qeveria teknike nuk presupozon ardhmën e Partisë Demokratike. Presupozon një qeveri neutrale të kryej kushte dhe të jenë vetë qytetarët të vendosin. Nëse nuk pëlqejnë Berishën, pëlqejnë një tjetër, burim të respektojmë cilin do që të vendosi populli shqiptar me votë lirë. Por Shqipëria është vrarë dhe vota lirë. Po, por zotë Dika, pse qytetarët duhet t'i besojnë sot Partisë Demokratike, kur shumë prej tyre janë zhgënjur edhe nga qeverisit e mëparshme? Shiko, edhe unë kam pas vrejtje për qeverisit e mëparshme, por them drejtën, deri këtu, zullumi kur është shumë larg. Zullumi që kanë bërë qeveritarët e Partisë Demokratike. Unë ngërishim kundër të një qeveritarit Partisë Demokratike kur merreshim vesh i gruaja vetë ka hap një lokal. E qushim korrupsion shumë madh. Sot nuk bëhet fjalë fare për lokale. Lokali sot numërohet graticel. Sot dhuratat janë marramence, sot shqipat janë marramence. Tu akuzojnë akoma, po tu gazetarët e investigativ do të bëjnë një farë pune. U ka avu tabel qiti rruga Kombit, se gjatë punimeve në një segment caktun ku pati vërësia dërale, unë ngrejtimi rrugës. Edhe u ka bërë nomi e tërë. Po burim le të morë një krasim sot. Sa le ka shpexuar kohën kur ishte ministri i transportit Lulzim Bashën në qeverisin demokratike dhe sa i bjen kilometri linear sot autostradës Shqipëni. Sa shumë janë vjedhur me rrugës Shqipëni. Pastaj shohin to që pa akuzohen edhe qeverisin e Partisë Demokratike. Në sa tratë është shem rruga Kombit, apo tunelet e rrugës Kombit, dhe si po shemën rrugët që po bën Belin dhe Balluku për ditë. Po shemën bankinët, po qajnë tunelet, po rrjedhin ujë, po ka pasiguri. To e kanë vrarë Shqipërinë edhe për kohën që s'do jenë, jo për kohën që janë. I kanë vrarë dhe të armën Shqipërisë. E qartë, por në këtë protest ka disa objektive, pra ashtu si thatë edhe ju. Në rast se këto kërkesa nuk do të merren parasysh, zoti Dika, a mundet ose a rrezikon opozita të radikalizohet? Nuk radikalizohet opozita, radikalizohet vetë shoqëria shqiptare. Ti, kur shkon me negociu me një komshi, për një padrejtësi që e ke fqinjën ta tek shtëpia, dhe ai të përgjigjet shumë keq, edhe ti i radikalizon veprimet tuaja. Edhe qeveria, populli, qytetarët nuk janë armiku, janë ato me të cilët takset e tyre këto jetojnë në pushtet. Nuk trajtohet qytetarët si që i trajtojnë këto. Duke fut policë civil, të infiltrum, duke godit, duke rrëby njerëz si për ringjereve. To janë skena që edhe ne që jemi e shtetit na irritojnë. Na irritojnë vërtet. E qartë. Mirë, zoti Dika, për të mbyllur, ndërkaq, pyetja e fundit. Nëse nesër, mbas këtyre protestave që do të organizohen, qeveria nuk do të ketë një reagim, cili është hapi konkret i radhës pra i Partisë Demokratike? Do të kemi një përshkallëzim tjetër apo do të kemi një tërheqje të këtyre protestave? Në kur fudhësh një lojë, tërheqje nuk ka. Ka vetëm përshkallëzim. Ndryshe nuk mund të jenë opozitë. Do dalë që jenë bashkë fajtor edhe bashkë përfitues në intereset ekonomike të kësaj magjorance. Në rast se do të thyet. Do ketë vetëm përpara dhe asnjë tjetër. E qartë. Mirë, zoti Dika, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, pas pak do të rikthehemi në pjesën e dytë për të ndalur tek disa zhvillime të tjera. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do të ndalemi tek Big Brother VIP Albania. Nga largimi i konkurrentëve deri te formimi i aleancave, ky Big Brother ka sjellë edhe momente që kanë ndezur dhe komentet ku banorët të rinj janë futur në lojë dhe marrëdhënie befasuese janë zhvilluar dhe publiku ndërkaq nuk nguron të japë edhe votën e tij. Kemi banorin Mateo, i cili është votuar nga publiku si i preferuari deri tani dhe ka fituar një rol ndikues te nominimet duke zgjedhur banorët me imunitet. Por pikërisht për diskutuar mbi gjitha zhvillimet ditën e sotme sa i përket shtëpisë më të madhe në Shqipëri, kam të ftuar psikologen Manjola Daci. Manjola, përshëndes, kënaqësi. Ju përshëndes dhe.
Manjola, atëherë si që thash, banori Mateo është votuar nga publiku si i preferuar deri tani dhe ka fituar një rol ndikues për atë nominime duke zgjedhur banorët me imunitet. Çfarë bën Manjola Mateon kaq të pëlqyer nga publiku dhe a është zgjedhja e tij tashmë për imunitet strategjik apo emocional? Unë mendoj se deri tani e meritonte edhe një zgjedhje që të zgjidhet Mateo, pavarësisht se ishte pak zgjedhje e vonuar, sepse ka treguar që është një djalë me karakter, madje shumicën e rasteve aty brenda ai ka treguar që është dhe një djalë pozitiv, duke bërë krahasimin me banorët e tjera, ka treguar që është edhe një djalë i qëndrueshëm, atë që e thot asaj fjale, domethënë i qëndron. Derisa ai mendon t'i qëndroje, por qëndrimi i tij më pëlqen sepse i zgjat, sepse shumë banorët e tjerë i qëndrojnë, e thojnë një fjalë, por qëndrimi i tyre është shumë i vakët. Madje është edhe mund të ndrojnë edhe në momente, ndërsa ai është një djalë i qëndrueshëm, është një djalë me karakter pozitiv, është një djalë i cili dhe më shumë që e ka shtyre që deri më tani të jetë i pëlqyer është edhe dashuria dhe respekti dhe për kujdesja që ka treguar për vetë Brikenen, dhe kjo është një pikë që atë bën të jetë në favor tani që është i favorizuar si banor i zgjedhur. Dhe sjellja e tij por ka pasur edhe debate të tjera, mos themi se i ka vetëm të gjitha anët pozitive, ka pas dhe debatet e tjera, ka pas dhe konfliktet e tjera, të cilët e kanë rrjedhur si shkak e fjalëve disi, jo dhe shumë keq të përdorura, po disi të keq përdorura mund ta themi. Dhe kjo është ajo që e ka favorizuar Mateon që sot të jetë i zgjedhur si banor. Manjola, si ndryshon e gjithë dinamika brenda shtëpisë kur banori më i preferuar merr edhe pushtetin te nominimet? Do të ndryshojë disi tek banorët, sepse ndoshta edhe nuk e kanë pritur banorët e tjerë që të jetë i favorizuar Mateo, sepse kanë menduar që Mateo gjithmonë fshihet pas dashurisë së Brikenes, pas përkujdesjes së saj, madje ata mendojnë që ai nuk ka një lojën të tij përveç se me Brikenen, dhe me të vërtetë ata nuk është se u ndjen mirë kur u zgjodh Mateo, ata secili dëshironin që të zgjidhshin për veten e vet, për veten e tyre, dhe duke menduar se vet Mateo nuk ose e mendojnë një lojtar të fortë, por ata e mendojnë si një lojtar, domethënë pa lojë, pa strategji, vetëm mbas së faktit të Brikenes. Dhe kjo është ata që i ka mërzitur më shumë, dhe madje ai ishte që ndër banorët që domethënë arriti që ishte më i pakënaqur për Mateon ishte edhe vetë Rogerti, sepse priste Rogerti që të zgjidhte veten e tij. Po ta dëgjojmë Rogertin, ai do ta votonte veten e tij. Po pavarësisht se nuk e lën ato, domethënë bisedimet të kota, fjalore të kota e tjerë që janë të pahishme, të pakonceptueshme dhe të paperceptueshme për vetë njeriu. Por e meriton. Unë them me plot gojen që e meriton Mateo ndër aty banorët që janë jo ndër të gjithë, sepse ka dhe banorë të tjerë që janë të vetë përmbajtur, por dhe Mateo është një ndër ata banorë që është i vetë përmbajtur dhe e meriton të është aty ku është, pavarësisht se banorëve të tjerë nuk është si ju vjen mirë. Ata tani fillojnë lufta mes njëri tjetrit se kush do zgjidhet, kush do dalë i preferuar, sepse edhe ditët po vinë duke u zvogluar, duke u ofruar. Edhe secili ajo është normale se aty kanë hyrë secili për të përfaqësuar dhe për të fituar vetvetja atyre, jo të shikojnë dikant tjetër në krah fitoret. E qartë. Si e ke parë deri tani marrëdhënien mes Mateos edhe Brikenes, Manjola? Mateo në shoh të qëndrueshëm edhe është një djalë i cili ka me të vërtetë ndjenja për Brikenen, këtë e ka treguar me sjelljet e tij, me komunikimin e tij. Pavarësisht se Brikena nuk kam shumë besim, unë mendoj se Brikena thjesht po e zgjat këtë tani, madje u bë sikur diçka e afrueshme me të, që unë mendoj se nuk ka vetëm afrimitet ndaj Brikenes për ndjenja ose për pëlqim ndaj Mateos, nuk ka. Unë mendoj se Brikena ka një lidhje jashtë. Dhe e them me plot gojen sepse një njeri i tillë kur shpreh kaq pëlqim, kur shpreh kaq përkujdesje, kur shpreh kaq veshgim, sepse ai tërkohën e veshgon me sy dhe e përndjek me sy, jo në mënyrën e përndjekjes, por për pëlqimin dhe për karakteristikat pozitive që kanë ndaj Brikenes, janë dy persona të kundërta që janë mes njëri tjetrit. Dhe unë mendoj se këta dy persona nuk mund të shkojnë me njëri tjetrin, sepse njëri ka pëlqim, njëri ka dhe ndjenja, jo vetëm pëlqim, dhe tjetri nuk ndjen asnjë gjë, as pëlqim, as respekt ndoshta, sepse Brikena është një vajzë, është një vajzë e shtirur.
Në thojza e them, por është një vajzë e shtirë që din të shtirët mirë dhe din të lozi deri aty ku asaj i levërtis për të mbajtur një komunikim, sepse vetëm komunikim ata kanë, nuk kanë asnjë gjë tjetër. Derisa asaj ti levërdisja do ta mbajë Mateon, por nuk mendoj se do të vazhdojë jashtë kjo marrëdhënie sepse as aty nuk është marrëdhënie, por kjo është për shkak të Brikenes, jo të Mateos. Manjola, ndërkaq prishjen e marrëdhënies mes Mirit dhe Selin si e ke parë? Ishte një marrëdhënie, e kisha menduar që do të vinte kjo ditë që do të prisheshin pas gjithë informacioneve që i erdhen Selinit nga jashtë, i erdhi kunata, pastaj letra babait, pastaj dhe vllajve që ja dha një paralajmërim, më mirë është të luash vetëm, dhe kjo ishte e dukshme, por unë them që Selin deri më tani i ka levërdisur që të qëndrojë me Mirin, janë dy banorë dhe kanë qenë dy banorë që e kanë përdorur njëri tjetrin dhe edhe këta vetë me vetveten e tyre e kanë ditur që nuk do të zgjasje deri në fund kjo lloj marrëdhënie, sepse Miri u atashua me Selinen. Mund të themi sepse atashimi i tij ishte një krijimi i ndjenjave, ndërsa Selina deri diku, po Selina më nuk e jepte, nuk e paraqitke vetveten e saj për ndjenjat ose për krijimin e ndjenjave të qëndrosh me një njeri, madje të flesh dhe me një njeri, të ndash kërvatin, normal që aty do të lindin ndjenjat, pavarësisht munden mos ketë ndjenjat e pëlqimit, munden mos me qenë ndjenjat e dashurisë, po mund të jenë ndjenjat e momentit të cilat e rrëmbejnë njeriu dhe për një çast atëherë aty bëhet ajo të cilët nuk dëshirojnë që edhe vetë ata të gjenden në atë pozitë që janë gjendur. Dhe i erdhi një gimbo, Selinës, e gjeti ta favorizojë vetveten e saj, ndoshta më shumë them e përdor dhe gimbot, sepse është një vajzë që është e paqëndrueshme, ajo më shumë kishte qëndrueshmëri dhe i pëlqente qëndrueshmëria me marrëdhënien me Mirin se sa me gimbon. Dhe aty, domethënë, vetëm nga paralajmërimet që ka marrë ajo, se ajo nuk do të ishte larguar deri në fund nga Miri, derisa të kishte përfunduar ky Big Brother, ato dy do kishin një marrëdhënie stabile. Por bëri mirë që u largua, sepse Miri krijoi ndjenja për të dhe nuk është e hishme që një që ka një grua jashtë, që ka një fëmijë jashtë, krijoje për një vajzë që është 23 vjeçe, një diferencë e madhe moshe, që edhe mosha luan një rol të rëndësishëm në krijimin e një marrëdhënie, bëri shumë mirë Selin që ju kundërpërgjigj mesazheve që i mori nga të afërmit e saj. Mendon se në të shumtën e rasteve mbasardhjes së gimbos ka qenë ai, Manjola, që ka ndikuar në të gjithë dinamikën e marrëdhënies mes Mirit dhe Selin, sigurisht edhe me lojën e tij brenda shtëpisë, por dhe me komentet e tij. Unë mendoj se Gimbo gjeti shkak edhe u fut aty në mes dhe ai mendoj, edhe ai me veten e vet unë them e ka menduar dhe para se të vinte, pavarësisht se nuk e prandon, e ka menduar që unë këtë marrëdhënie jam aq i aftë sa ta prishi sepse kanë diferencë moshe. Edhe pikërisht është ajo mosha vetë që ka prishur këtë marrëdhënie. Dhe bëri shumë mirë Gimbo që ndërhyrin e mes, më mirë është të shikojmë një rini të cilët krijojnë pëlqime ose flasin në mënyrën e pëlqimit ose flasin në mënyrën e një gjuhë komunikimi më të afrueshme se sa një mikesh, se sa të shikojmë një vajzë të re dhe një njeri që ka një moshë shumë të thyer. Edhe Gimbo e favorizoi ky fakt, e favorizoi mosha e Mirit, dhe Selin e gjeti shkakun dhe mënyrën për t'u larguar ndaj Mirit dhe për t'i thënë Mirit se deri këtu ishe ti, pavarësisht se ajo nuk e dëshiron asnjëherë, e thash dhe më parë, nuk e dëshiron të largimin nga Mirit. Por nga paralajmërimet që mori u detyrua që të kthehej te Gimbo, se unë mendoj se Selin nuk ka pëlqim për Gimbon. Por edhe Gimbo më duket të pak i dyshimt, unë mendoj se edhe ai po sillet shumë mirë me Selin, por nuk mendoj se kanë ndjenjat e pëlqimit ose kur të dalin jashtë mund ta vazhdojnë këtë lloj marrëdhënie ose mund ta vazhdojnë deri diku, por asnjëherë nuk mendoj se mund ta vazhdojnë një marrëdhënie të zgjatur për të krijuar diçka më shumë se sa mund të kenë një takim dy ose munden edhe mos mu taku fare hiç. E qartë, por Manjola, nga ana tjetër, si duhet parë edhe deklarata e Gimbos, pra ku ka pretenduar se Miri ka ndjenja për Selin dhe se është xheloz pavarësisht se është i martuar? E ka thënë të vërtetën Gimbo. Atë e kam thënë, domethënë edhe unë e kam thënë dhe bin dakord me deklaratën e Gimbos, sepse më të vërtet ai kishte krijuar atashim për Selimin.
për Selin, edhe Selin deri diku po Selin ishte me vetë përmbajtur, edhe Gimbo kishte shumë të drejtë me deklaratën e tij, bi plotësisht në dakord me deklaratën e tij, sepse është një turp, sepse ai ka një grua, ka një martesë jashtë, ka një lidhje bashkëshortore jashtë, që mos ta kishte atë lloj lidhja, mund të themi se janë ca të thëna që dashuria nuk një moshë. Edhe mosha duhet në dashuri, pavarësisht se janë këto thënie që nuk më pëlqejnë fare, edhe mosha duhet, sepse po nuk e pat moshën, aprimitetin ato kanë stile të ndryshme, të mënyrës të qëndrimit, të komunikimit, janë gjëra që i dallojnë, mosha i bën këto që i dallon këta gjëra në një marrëdhënie. Edhe Selin një vajzë e re e cila fluturon me moshën e saj, ndërsa Miri një moshë i cili vjen vetëm duke u vakur me qëndrimin, me komunikimin, me mënyrën e jetesës, dhe është një marrëdhënie e cila domosdoshmërisht nuk do të kishte funksionuar edhe mos të kishte lidhje bashkëshortore mirë jashtë. Jo më ai që bëri një gabim totalisht, por tani femrat janë ato të cilat janë më të qëndrueshme, që unë thëm bravo për bashkëshortën e Mirit, e cila ka arritur, e ka ndjekur nëpër media dhe ka arritur dhe asnjëherë nuk e ka thënë asnjë fjalë që nuk duhet thënë për Mirin, por gjithmonë e ka mbështetur edhe duke e përkrahur në mënyrën më pozitive të mundshme. Mendon Manjola se publiku tashmë e sheh Selinën si një figurë të përdorur për lojë strategjike apo si një person ndoshta reale dhe me emocione reale brenda së shtëpie? Fillimisht unë mendoj se publiku e shikon atë lloj mënyrën që është përdorur për strategji, për lojra, për qëndrim, por unë mendoj që edhe vetë Selin e shikon dhe e kupton vetveten që është vetë e përdorur për të qëndruar një ditë më shumë, një ditë më pak aty në atë format, dhe nuk është se e ka shumë problem, sepse është një vajzë e hidhur domethënë edhe në veprime, po e hidhur edhe në mendime, e cila nuk është se e vret shumë mendjen apo shqetësohet shumë për mendimet e të tjerëve, për mendimet, për opinionet e njerëzve aty brenda dhe për opinionet jashtë, të cilët e shikojnë si vajzë, dhe ajo domethënë është një vajzë që më shumë e shikon dhe mendon për vetveten e vet se sa i intereson fjalët e të tjerëve. Dhe prandaj ajo është në atë pikë ku është, se njeriu është e re, është gocë e re, por nuk është gocë e cila nuk arrin të konceptojë, nuk arrin të kuptojë, nuk arrin të logjikojë. Ajo madje ka një logjikë dhe një të folur, një komunikim shumë të qartë dhe shumë të pastër, e cila arrin ta kuptojë vetveten e saj shumë mirë se çfarë ka bërë dhe për çfarë i ka bërë. Normal që i ka bërë të gjitha për një strategji. Por strategjia ndonjëherë të kthehet në një pëlqim, të kthehet në një ndjenjë që nuk është e hishme. Dhe këtë ka bërë Selin. Marrëdhënien e saj me kunatën e saj Manjola, si e shet deri më tani? Më stabile faktikisht më ka pëlqyer Selin te kjo marrëdhënie, sepse Selin ka arritur të stabilizojë, madje ta mirë kuptojë, madje dhe ta respektojë kunatën e saj, ndërsa kunata e saj të gjithë mendojnë se ajo i bën gjërat me qëllim ose i bën gjërat të cilat don ose dëshiron t'i bëjë, po unë mendoj se ajo është, e kam thonë, është një vajzë naive. Është një vajzë naive e cila i bën gjërat pa i mirë menduar, i thot gjërat pa i mirë menduar, i thot gjërat të cilat nuk e mendon se deri ku do të arrije fjala asaj e cila e thot, sepse nuk më ka pëlqyer që i kundërvihet të gjithmonë, ju ka kundërvën me fjalë etike, me fjalë të paqarta për Selinën, se ajo i kishte shumë të qarta në mendimet e veta, që madje e kanë vendosur shpesh herë dhe e kanë rënduar Selinën fjalët e saj, por Selina këtu më pëlqen Selina që ka një qëndrim dhe ka një stabilitet që shumë mirë ka thënë që në fillim unë nuk e përdori një njeri të familjes, nuk mund të përdori për strategji, por e detyroi kunata asaj dhe përsëri nuk ka përdorur strategji, ka marrë distancë me të dhe kjo më pëlqen te Selin. Kristi brenda asaj shtëpie, si e shet tani Manjola? Kristi deri më pak ditë ishte domethënë një lojtar, kishte një logjik shumë të pastër, por unë mendoj se edhe vetë formati është i cili i çon njerëzit në një agresivitet, dhe Kristi tani sikur ka arritur në atë pikën që s'mund ta durojë as vetveten e tij, sepse është prekur nga agresiviteti shumë i madh i cili e ka pas deri më tani, e ka pas të brendshme. Kur njeriu e ka agresivitetin e brendshme, arrin ta mirë kontrolloje, ndërsa kur agresiviteti i tij del jashtë, del në pa, ai aty humb vetveten, humb gjykimin dhe komunikimin e vetvetes kundrejt
banorëve të cilët ndodhet aty. Dhe tani ai po i humb vlerat të cilat i ka krijuar deri më parë, tani ka ardhur duke i humbur, duke i shushuar atë lloj vlera njerëzore që i ka paraqitur, por nuk duhet ta marrim shumë parasysh humbjen e vlerave të tij, sepse është edhe vetë qëndrimi dhe vetë formati që të nxjerr nga vetvetja, unë mendoj se po të ishte jashtë përsëritëm, do të ishte një Krist i cili do ishte me vlera, po ashtu siç e ka treguar shumë ditë qëndrimi aty në Big Brother. E qartë. Ndërkaq Manjola, kemi pasur një debat mes Rogertit dhe Selini, i cili sigurisht që ka kaluar dhe kufirin e lojës pasi nga përplasjet personale janë përmendur ndërkaq edhe familjarët e personave pra në brenda shtëpisë së Big Brother. Mendon se tashmë kjo shtëpi po hyn në një fazë shumë më të ndjeshme kur loja prek familjen, a mbetet tashmë më spektakël apo kthehet ndoshta edhe në një plagë reale, do të quajë? Unë do të them çfarë mund të presim nga Rogerti. Rogerti nuk është hera parë që vetëm po i kundërvihet Selinës, ai ju ka kundërvuar deri më tani të gjithë banorëve, i ka prekur në familjar, i ka prekur në personalitet, i ka prekur dhe në gjëra personale, i ka ofenduar me fjalë shumë fyeshme, shumë të rënda, shumë të pahishme, që vetëm Rogerti din t'i thot t'i nxjerr nga goja atij ato fjalë, por unë mendoj se edhe Selin ka ditë ti kundërpërgjigjet Rogerti, sepse është një njeri i cili e meriton një kundërpërgjigje të atill dhe edhe Selin është domethënë një vajzë që matët, jo se i thot fjalët ashtu pa i menduar dhe nuk është një vajzë e cila flet shumë, por nuk është se përdor fjalor të pahishme, e ka fjalorin të pastër. Ndërsa Rogerti të gjithë po i gjun, po i fyn, po i shan, po i ofendon, madje po prek dhe në gjëra të cilat nuk duhet të prekim. Ai ka arritur t'i prek dhe t'i bëj të gjitha këto gjëra, por vetë produksionit i duhet një njeri atill sepse janë ca personazhe aty të cilët nuk po dinë se çfarë të japin për te gjërave negative që kanë arritur t'i japin deri më tani. Dhe prandaj po e mbajnë edhe aty Rogertin, sepse Rogerti e ka merituar që të dalet që më kohë. Një njeri atill nuk bën që është ka goxha mosh, i cili duhet jetë më i matur, më i qëndrueshëm, të hidhet ashtu sikur të ishte një adoleshent, ai hidhet dhe me veprime, hidhet dhe me fjalë njëkohësisht. Edhe adoleshentët unë mendoj nuk e kanë përdorimin e fjalorit të tij dhe hedhjen e veprimeve që Rogerti bën, si ndaj Selinës, por dhe ndaj gjithë banorëve të tjerë. Nuk jam dakord fare me të. Mendon Manjola se të gjitha këto situata që krijohen brenda shtëpisë së Big Brother, ndoshta edhe ku përmenden familjarët jashtë, apo edhe debatet tjera që ka brenda asaj shtëpie ndikojnë edhe në nominimet? Nominimet është normal që ndikojnë, prandaj bëhen dhe këto debate për të arritur një prajm më shumë, për të përfolur, për të bërë dhe figurën më spikatur gjatë asaj mbrëmje, të cilat ata e presin me padurim, pavarësisht se për çfarë spikaten aty, ata spikaten për negativitet apo për pozitivitet, aty gjithmonë e kemi vërej se spikatja këtyre personazheve është vetëm negative gjatë prajmit. Dhe gjithmonë përfolen dhe përfliten dhe përmenden ato negativiteti. Asnjëherë nuk u përmend, asnjë prajm nuk u përmend një njeri ose një banor aty që është për vlera, për kulturën e tij, për maturinë e tij, për qëndrimin e tij që të përmendet, që të ripërmendet ose që t'i japin që të ketë motivacion më të madh. Asnjëherë, gjithmonë negativiteti aty po përmendet dhe po përfolet. Dhe normal që është ndikim shumë i madh. Këshe Manjola deri më tani si banorin më të fortë të asaj shtëpie, pra deri në këtë pikë të lojës flas? Deri në këtë pikë pavarësisht se nuk bin dakord. Unë dëshira ime është për Stenaldon, por e shikoj Mirin, Stenaldon edhe Rogertin, njëkohësisht Brikenën edhe Selin. Po hyrjet e reja që ndodhen gjatë këtij prajmi që ishte? Janë hyrje të cilet janë të vakta, mund t'i quaj të vakta sepse erdhen të vakta, erdhen në mes pothuajse më shumë se mesi i programit. Edhe tani ato çfarë kanë të japin, nuk kanë të japin asnjë gjë, vetëm po të gjuhen si Rogerti, atëherë mund të vetë faktorizohen ose ti faktorizojnë të tjerët. Sepse në këtë pikë të lojës nuk e di pse pranojnë të hyjnë ato, mund të hyjnë se ndoshta edhe ju levërdis, por unë do kisha thënë nuk do kisha hyrë asnjëherë pasi ka kaluar gjysma. Sepse çfarë mund të jap? Si mund të paraqes unë vetën teme, ose si mund të hy unë tani aty kur të gjitha janë bërë me aleanca, janë bërë të ndara, ndoshta me grupime, ndoshta dhe me fjale, ndoshta duke
vetëgjykuar njëri tjetrin për negativitet, për pozitivitet edhe më pak, sepse askush nuk ta thot një fjalë pozitive, duke të gjuajtur aty ku të dhem më shumë me fjalë dhe me të gjitha, çfarë kanë të japin këto tani? Asnjë gjë s'mund të japin, thjesht do qëndrojnë dhe pak dhe do dalin. E qartë. Mirë, Manjola, për ta mbyllur, ndërkaq shkëshe në finale. Në finale këto banor që i përmena, unë shoh Sternaldon, shoh Brikenen, Mirin, Stelin, se di sa banor 4 thash, për tjerë nuk e di, do të presin. E qartë. Mirë, Manjola, po mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish edhe herë të tjera. Të falenderoj shumë. Mirupafsh. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.